Pas një seri rezultatesh negative, Vllaznia është rikthyer te fitore në kampionat, ku qiblut fituan 3-2 ndaj Flamurtarit, duke mbyllur këtë vit me një fitore. Pas ndeshjes tani Edi Martini tha se e rëndësishme ishte fitoria, por dhe loja mirë, ndërsa shpreson të rikthejë Vllaznia fazë së parë. E rëndësishme është që morëm me 3 pikë. Bëmë edhe lojë mirë, pothuajse 90% 80% lojës bëmë lojë shumë mirë, po atë me raste ju kthyme pak a shumë asaj Vllaznisë javët para që kemi luajtur mirë, që kemi dominu kundërshtarin. Pa çka se sot pësum 2 gola që janë gola friket, janë gola që dënë me fitu neshë me çdo kusht, hym panik, pësojmë për të shëndrim disa gola që duhet i zgjidhim dhe mos ta vëmë këtë ciklet që e vum neshën sot, sepse realisht djem meriturin me fitu ma qetësit këtë neshë. Duhet të riparojmë, duhet të rrisim gjendjen fizike tek lojtarët tash që na kanë munguar më tepër, kështu që them që do kthehena shpejt tek Vllaznia, edhe shpresoj të kthehena tek Vllaznia që kena bërë fazën e parë. Më vjen keq se sipas mie bëjmë një ndeshje shumë bukur. Më commesso sul primo gol è stato un Eurogol. Nuk kemi çati bënim golit parë që një Eurogol. Pastaj shkaktuan penallti, bëm një gabim të golit të, po ekipi lodhi me zemër, e lodhëm ndeshjen me kokën lart. Dispiace non aver portato a casa dei punti. Më vjen keq që nuk morëm të çonim në shtëpi disa pikë. I kënaqur për fitoren ishte dhe Balaj, autori i golave. Realisht vjen mirë që u kthym te fitoria, një fitore që më shumë blen për frymëmarrje, mund të them në këtë moment që ishim. E më me këtë vit me një fitore, pak ditë pushim dhe kthehemi të motivuar dhe me dëshirë për të bërë mirë, akoma më mirë në 2026. Mendoj që nisem neshin shumë mirë, 40 minuta bëmë shumë mirë me raste, arritëm të shkojmë 2-0 dhe pësojmë një gol në një moment që realisht ishte i shmangshëm apo i menaxhueshëm. Pastaj normalisht rezultati ka atë vetën, ne nisim pjesën e dytë, shënojmë shpejt, duke çdo gjë mirë, pësojmë prapë në një moment që një gol i evitueshëm mund të them. Gjithsesi, siç thash, një fitore që më shumë na jep frymëmarrje, pasi mungonte për shumë kohësh, një 3 pikë dhe shpresoj të kena lënë mbrapa këto momente cikleshme dhe të vazhdojmë të shohim përpara. Vllaznia mbyll fazën e dytë të kampionatit me 30 pikë në vendin e 4, 7 pikë me pak se Ignatia kryesuese.